Mirë takohemi prap. Sot do kemi në vjollë sa përbolicën, së do të për masët e vërtimit të konsumit të energjisë dhe vërtimit të vërtimit të vërtimit për ma shumë vjollë sa shtë kapitale. Jam vjollë sa përbolica, jam të punu për gizin, juve të ju muaj me një punë të ri, që e taku. Jam momentalisht të punu për gizin në sektorin e menaxhimit të turinave, në projektin për shërimet e qëndrueshme komunale. Po sot jam këtu në cilësi të punëtorës gizit, po me folë për përvojat e mia të më pashme që janë në sektorin e transportit dhe të mobilitetit. Unë kam e fillu me një prezentim për një të regu paka shumë ndërlidhjen mes fushës jujtë energjisë, ndryshimit klimatike edhe transportit, se o transporti urban shumë i rëndësishëm si faktor. Ndërkohë, nëse keni nevojë me ndërprej, dhe shumë do në ndërprejnë nëse keni diçka me faqarësi. Do më thonë, kur flasim për ndryshimet klimatike, përpos një ditë të ndërtu energjisë rjetit, faktor shumë i rëndësishëm është edhe transporti. Do më thonë është me rëndësi nëse flasim për një shoqëri me zero karbon, është me rëndësi me u dekarbonizu komplet edhe flota e asaj shoqënie ose atij qyteti. Me flotë në kuptojmë, do më thonë, flotën e automjeteve të transportit publik, automjeteve individuale, apo automjeteve tjera të cilat do më mbartin malta. Si që dim, do me thonë deri në vitin 2050, 2/3 popullsisë të globale pritet me jetu në qytete, me fjalë tjera pritet që nivelli i motorizimit me shku duke u rrit. Transporti urban është paraqet 40% konsumit total të energjisë, edhe kjo përqindje pritet me u dyfishu deri në vitin 2050. Si tillë, do me thonë transporti urban është një prej gjeneruzëve kryesor të emitimeve të gazave serë, edhe rrjedhimisht edhe faktor në ndryshime klimatike. Transporti rrugor, do të thonë se kur folim për transport përfshijm forma tjera transportit, por vetëm ai rrugor përban 70% të emitimeve të dioksidit karbonit dhe 10% të emitimeve globale të gazave serë, mirë prej një raporti të Agjencionit Kosovar të Mbrojtjes Mjedisit për Kosovën, raporti i 2019-s, do me thonë, rreth 86% e emitimeve totale janë nga sektori energjisë, e këtu përfshihet edhe transporti. Për me i ujë këto emitime, do me thonë, duhemi gjithsesi, do me i reduktu, si pas Komisionit Evropian, me arrit disa saqe që deri në 2040 me i ujë 35-70%, duhemi me i zbatu masat të qëndrueshme të transportit urban. Në një farë urgjente që është për na obligohen. Në këtë drejtim sfidë është me i koordinu përpjekjet lokale, se do të thonë nivelli lokal mundohet në komunat mundohen me i bo planet të tyre të veprimit, me ndërmarrë masa ndryshme, po këto duhen masë do të thonë me u koordinu bashkë me nivelin kombëtar, regional dhe global që me pas efekt të gjithëmbashëm. Ka nevojë për investime të mëdha në infrastrukturë, që është një barë për qytetet. Dhana të regojnë që automjetet, do me thonë në secilin prej qyteteve tona, përdoren një kerr, se na përdorim zhargonin kerr, por në legjislacion është fjala automjet. Përdoren mesatarisht 5% gjatë ditës, do me thonë që e parkon, shkon punë, rrin disa orë, ai mbetet aty pasiv, edhe do me thonë pak a shumë thjesht e zën hapësinën urbane. Kjo është shkakton që në qytetet tona me qenë edhe të mbi ngacmuar, do të thonë edhe me automjetet që në qarkullim, po edhe me automjetet cilat rrinë në format pasive në parkingjet tona. Është shumë e rëndësi për do më në qasja për me i zgjidh këto probleme, ju kom vendosur që piramidën gjithmonë, do më thonë, çka ka ndodhur në 10 vjet e fundit, kjo piramida është përmbys, se gjithmonë ka qenë hierarkia ka qenë, do më thonë, zot ka qenë pronari i kjerit individual, maslene kanë ardhur autobusi, maslene ciklisti, në fund këmsori. Tash me këto qasjet e reja më të qëndrueshme, o përmbys piramida edhe prioritet do të thonë janë këmsorët, njerëz me kolica, pastaj vjen ciklizmi, so këto forma aktive të lëvizjes.
transporti public si lëvizje përbashkët, është gjithashtu ma i favorizum. Dhe mandej vinë automjetet elektrike si formë lëvizjes me emitim tull, po në rastin e Kosovës krejnë bardë dhe qysh përdohet ajo energji elektrike, dhe më thonë që pak kemi një qikim tjetër. Masë e automjetet me benzinë dhe naftë që janë lëvizje me emitime të larta dhe ajri që lëvizja me emitimin ma intensiv të mundshëm. Kjo çështje ka ulja, domethënë dekarbonizimi në aspekt të transportit urban është pjesë e një betejë globale që është me majtë tragun e ngrohjes në 2%. Politikat zhvillohen në nivel qeveritar, domethënë në nivel qendrore dhe global, mirë po qytetet edhe rajonet janë ata që janë bashkë këtij tranzicionit, edhe për këtë arsye shumica e qyteteve në botë, po edhe në Kosovë kanë aty plane të mobilitetit të qëndrueshëm urban. Unë personalisht kom koordinu planin mobilitetit të qëndrueshëm për komunën e Prishtinës, edhe kemi bërë me komunën e Prishtinës një plan me Bergji, një plan veprimi për qytetet gjelbra, ku një prej sektorëve është transporti, energjia dhe shumë sektor tjerë. E për shkak kam qef me ju fol pak, do të thotë më thirrun e sot, me ju fol më shumë për elementin e transportit. Unë e kam pa modelin edhe udhëzuesin për planet komunale të veprimit për energji dhe klim, cilat ju keni me i punu dhe për çka është thirrë kjo punëtori. Edhe i kam analizuar në sektorin e transportit, se domethënë sektori i transportit është i përfshim në punën që keni me bo, e kam analizuar çfarë dona keni nevojë me mbledh. Edhe i kom marrë, domethënë e kam pa që domethënë fotografia dhe mëndrimi një parë, dhe të i keni pa dhe ose i shini mandej në modele dhe në vëzus. Domethënë keni nevojë me folë për flotin e automjeteve komunale, për numrin e automjeteve, domethënë aeronave, dizel, benzin, konsumit total të energjisë, të transportit publik, për automjetet private dhe komerciale. Krejt këto dhëna mundeni mi marrë, ju kam listu disa burimet potenciale ku mundeni me pajis me dhëna. Njëna është qendra në pushtimit të automjeteve, janë zyrat përkatëse për taksën komunale të automjeteve, janë operatorët e transportit publik, domethënë për komunat që kanë operator publik ose për komunat që kanë operator privat të transportit publik. Keni parasysh kur folim për transportin publik, përfshihet edhe taksi kompani, domethënë se dhe ata janë formë të transportit publik, mund të marrë dhëna edhe prej tyre. Por realisht për komunat cilat kanë hartu plane të mobilitetit, ju dhënat veç duni mi pas bëjë gjithkaqshme. Domethënë veç duni me rënë kontakt me brenda komunave t'yja me drejtoritë cilat e kanë hartu planin e mobilitetit, me zyrtarët komunal, zakonisht janë zyrtarët të shërbimeve publike. Edhe ata domethënë edhe gjatë përgatitjes planeve të mobilitetit i kanë grumbullu krejt që të dhënat që ju pak a shumë në disa raste veç keni me i bartë, në disa raste keni me i përpunu pak, nuk është që keni me fillu një punë prej zeros. Këto janë kërkesat që keni në modelin, ose në planin e veprimit që keni me punu, është edhe për automjetet komunale. Një pohi me ju ljohë keni me pa, ose i keni pa në utsus kur e shikoni, domethënë këto i me një drejtorit përkatëse si që thamë. Domethënë transporti publik nëse komuna ka kompani publike, thot në manual, po shumë kisha pas që me potencu në komunat që ka edhe transport, që ka kompani private, domethënë ka edhe kompani taksive privat, mirë është me përfshi edhe qatë flot të tëne, se edhe ajo pjesë e transportit publik. Pra dhënat merren prej drejtorive përkatëse, prej operatorit publik dhe privat transportit publik edhe prej kompanive të taksive. Masi keni nevojë me grumbullu dhëna për automjetet private dhe komerciale, domethënë krejt këto me i shëndru në emitimet totale të CO2-shit. Edhe mandeni keni domethënë keni në manuale pash që keni nevojë me i rendis masat që ndërlidhen me sektorin e transportit. As këtu, domethënë nëse keni planet mobilitetit, keni me pas shumë të lehtësume se në planet e mobilitetit janë të përfshime krejt masat e mundshme, qofshin regulative, domethënë qofshin të infrastrukturës,
apo çfarë do natyre janë përfshime në planet e mobilitetit komunave t'juja? Apo më shumë ka thënë sa komuna keni? Apo në interaktiv po? Gjithsesi, se vëmërimin po njemi prej. Mirë. Shëndetje për kolegë, shëndetje për gjithë. Përmendë do të ajo është çka kemi bëjmë me sektorin publik është kënë rregull. Unë me posë dhonë. Mirë, po tash për klasë për komunën tanë na kemi planin e transportit jo të mobilitetit që do një analizë më thekshme. Okej. Mirë, po problemi del tash në plan, se na jemi në fazën e hartimit që ti plani, po del në shpenzimit e derivateve në sektorin privat. Po. Tek automjetet që janë sektorin privat, nuk pidim shpenzimet, nuk i dim kilometrat e kalume. Edhe a keni gjetë ju në modos në i formë qysh neve me na tregu si model në mënyrën si mi llogarit që to në planin e veprimit të energjisë e klimë. A keni mendu apo keni gjetë ndaj model apo keni mund diku ndaj nuk e kam përfshin në prezantim, po muna me ju dërgu. E me rolin shënjemi dhe ju dërgojme. Po, dërgojmë për nësë asociacion. Ka formula që përdoren, dhe me thonë, janë si, dhe me thonë, është si formulë cila përdoret për përkëthim përgjithshëm, global, të, dhe me thonë, merët si mostëri një automjet i një tipi sa mundet me shpenzu edhe përkëthejet komplet në, dhe me thonë, kilometër edhe në qfar emetime të gazave mund me pas. Dhe me thonë, ju dërgoj komplet po, se për qytetet... Po, sakë, se për qytetet cilat nuk kanë dhona, dhe me thonë, që përkojnë me situatën në teren, duhet me ju referu, dhe me thonë, dhonave të përgjithsume në nivel global. Se nuk ka mundësi tjetër, se edhe me komunën e Prishtinës, për shambull, shumë dhona kemi arrit me imljet, po, kur ju kemi qasë operatorëve privat, për shambull, të autobusve, që transportit publik, ata edhe kur kanë dashur me ofru dhona nuk i kanë pas të sistemuar brenda kompanisë. Do të thonë nuk ka që bojnë Excel sheets këtu, tabela në Excel e muajnë bojnë përdetësim të rregullt dhe databaza të rregullta të flotës tënë ose të llojit sa po harxojnë naftë e benzinë. E kanë më shumë si... Mund të shohim nëse na pëlqen këtë formulë, bazohet nëse tash për numrin e automjeteve i kemi, atë si morëm në qendrën e regjistrimit edhe i kemi edhe të klasifikuar po. Ka janë atë? Po, se qendra i kote klasifikuar me lloje, çashtu. Po, se na tash na dërgojnë çfarë model, çfarë formulë na po. Se për kilometra ditë një tip sa shpenzon edhe mas një valjet për fesh, saktë. Do të thonë në model flitet për qëto masat që ndërlidhe me transportin publik, me automjetit private komerciale, në blisheni masa, regulluse dhe planifikuse si politikat e parkimin, ndërtimi, park and ride janë këto, e di që plani mobilitetit komunës Prishtinës i ka quen objekte parkot dhe udhëta, të me dhoni në plan mobilitet komunës Prishtinës parashien 5 ndërtesat tilla në rrugët radiale që të qojnë në komunë. Ideja është që për shembull kushdo që vjen prej qyteteve tjera me lona automjetin aty, me pas si incentiv, me pas pa pare biletën e transportit publik, që me u zvoglu numri i automjeteve të motorizuar në qendër qytetit. Nuk po di për komuna cilat kanë plane mobilitetit a kanë të rapon një element tillë, po kjo vish një prej masave. Të më thonë, këto i pashë po përmendën në vzus. Pse i kom qitë është me ju tregu që në qofë se keni planet mobilitetit, nuk e nevoj një shpik ju këto masa me i propozu, se i keni aty dhe dhe tash ju tregoj ku mundeni me i gjithë. E tash me dojë pak një sqaru që shumë planet e mobilitetit, për ata që kanë planet mobilitetit komunat e tëne, qysh me ju qatë si dokument, kur e meni për i zyrtarve, kolegë që i keni, edhe për ata tjerë se kam të di çka përfshin një plan i mobilitetit. Planet e mobilitetit harton mu për këtë arsye, për dekarbonizim, edhe jo planet që janë planet strategjike, do të thonë kanë vizion, kanë objektiva, të i këqoj për marrë për komunës Prishtinës, unë e kom punu me plan mobilitetit për këtë komunë, edhe i kom nënvizu me të verë, dhe me thonë, pika që qëllimi o mu zvoglu nivellit transportit motorizum,
që ndërlidhen me temat e juja, me energjinë dhe me klimën. Me u tkur efektet negative të transportit me mjedisinë e qyteteve edhe me u zbut ndikimet negative të ndotjes së saj, mesin e shumë objektivave tjera kyçe. Siç u thash, kushdo që ka hartu plan mobilitetit ka pas një periudhë paraprake në grumbullim të banave. Në komunën e Prishtinës është zhvilluar për shembull një pyetësor online, është bërë një anketë në familje bashkë me Agjencionin Statistikave të Kosovës, që një formë shumë e mirë me bashkëpunu mes memorandumeve me ta, që ata kemi bërë në rastin e komunës Prishtinës për grumbullim të banave. Kemë bërë matje të trafikut në rrugë të ndryshme, po për shembull problemi i matjeve jo konsistente është që shumë shpejt prej 2018 shumë shpejt vjen 2022 edhe ndron pak situata në teren, që ato është në rëndësi me insistu në matje të vazhdueshme. Domethënë janë përfshirë shumë drejtori brenda komunës edhe gjithashtu shumë institucione ndryshme. Matjet që janë bërë komunë Prishtinës, për shembull, është janë marrë rrugë, kjo rruga që vjen prej Fushë Kosovës, që janë prej rrugëve më të ngarkume, tash Banka Botërore ka bërë një projekt veç për që të enonëshin. E di një besoj që janë bashkëpunim edhe me se di që mes Prishtinë e Fushë Kosovë. Po dhe në me të ku që i keni këto matjet që janë bu sa automjete brenda sa cikleve që kanë dalë në teren po qarkullojnë në këto segmentet ma të ngarkume në qytet. Edhe Qato për kini për qatë pyetësori, për shembull. Online, po. Po online, qa kini cilat pyetje për shembull, në kohë që keni një nxjerrje të dhona që ju është dashur, për shembull, se nashta nesër bëjmë planin e mobilitetit në vitën. Po, sakt. Që me morte një perafrem do të dhona që kini kërku dhe të pyetësor. Po. Pyetësori ka shërby ma shumë jo për dhona shkencore që i përmendë dikush, po për me testu disponimin qytetar edhe me pa shprehin, domethënë çfarë shprehje të lëvizjes kanë qytetar. Domethënë se janë kanë aty opsionet me çka shkoni çdo ditë në punë, me çka i çoni fëmijët në shkollë. Nëse kishit pas ligje për bicikleta, ai kishit përdorur. Domethënë se çësia është pak demokratike. Domethënë për qytetet që dojnë me pas veç automjete, kërkush s'u ndalon, banë veç automjete. Domethënë se këtë banor dojnë, po nuk mundesh të më imponu njerëzve shumë, ti mundesh më shumë gradualisht i vëdisu që miro me lona automjetin e me ecë pak e me marr pak autobusin, domethënë pak si gradualisht. Edhe kita ditën për botë, ka po. Po. E dhënat kështu ma faktike, domethënë për me gjeneru numër të automjeteve dhe çfarë forma i ke marrë prej matjeve të trafikut. Po, se janë disa faktorë që kombinohen, domethënë është çfarë shprehia, se krijohet një farë skenari bazë. Domethënë në komunën e Prishtinës ka dalë që din krahasë me numrin e banorëve të Prishtinës 3000 kita do të thotë sa ka risku. Po kjo kon llogaritje për shkak se keni mund të bazu për shembull bashkë qytetarë. Po kjo kon një mostër që o përcaktu pre Agjencionit Statistikave, pre përvojave të ne, që që i më grumbullojnë donave, dhe kon një mostër e cilja është shpërnda, do me thonë në bashkësit, do me thonë se Komuna Prishtinës. Po, bashkësit lokale kyçe, që në fund me rezultu me një mesatare që është reprezentative. Do me thonë kon mostër shkencore që ka përzgjedh ata profesionistat në Agjencion Statistikave. Si përzgjedhje, veç një persona i bën dikun. Po i shpërndajnë, se toni ajo po reprezentative. Për që ata po insistoj që të pas donat vazhdueshme, se gjithmonë po bojmë me donat përgjithësume. Për shembull në komunën e Prishtinës, pse ka fillu mas në administruar qatë shumë e shtigje bicikletave, se për shembull ka rezultu që 51% e shfrytëzuesve janë vozitës të automjeteve, edhe 0.7% të ciklista në komunë. Që është i për shumë ujtë. Po, në ato pyetësorin online, kër janë pyet nëse kishit pas shtigje, nëse kështu a kishit përdor bicikletën si mjetë transporti, 34% janë deklaruar që po. Edhe kjo automatikisht u përkthyes që duhet më ndërmarr masa diçka me ju ofru qytetarëve infrastrukturë të sigurt edhe të shtigjet për ciklizëm, edhe shtigje që ata me mujt me përdor. Qato strategji që i përmendi, do me thonë, është një strategji punuam për
si që pa piramidën për dorusin ndryshëm të transportit, një për transportin publik. Komunën e Prishtinës, domethënë strategjia për transportin publik i ka paraqajtur objektet parkohet dhe udhëto, ka paraqajtur me u revitalizu edhe linja hekurudhore, por domethënë kjo pak problem me rrugat e Kosovës nuk ka mri se të kishë funksionu që është duhet, domethënë të kishte pas transport hekurudhor prej Podujevës Prishtinë, prej Prishtinës Fushë Kosovë, edhe Filipinjeve që ka udhëtu dika në qytet evropian, ati në formë shumë e lehtë e udhëtimit edhe më e lirë. Këto ka paraqajtur si mas, po mandene mjetët në institucionet lokale me implementu. Ka paraqajtur në linja primare dhe sekondare e transportit publik, edhe stacionet veçanta, se në komunën e Prishtinës nuk po di besoj që dhe ju keni me këto zonat periferike, ka kanare ndesh mes transportit urban dhe transportit periferik, se vjen shumë transporti Podujevë Prishtinë dhe ndër urbane dhe në zonën urbane, e këto bas hapjon pika që ti me ndalë transportin ndër urban edhe me vazhdu me një transport urban. Gjithashtu para po sistemi biletës integrume të informatave, këto besoj vetë që një të informu që ka nuk kuptan, është ideja sigur në çdo qytet evropian që kem pa, ti pagu një bilet qoftë ditore, qoftë për 2 orë, me një shumë caktuar edhe ti në çdo formë transportit publik e shfrytëzon çfarë bie. Edhe kjo është diçka që është, domethënë, shumë pune, shumë programe me u zhvillu, po paka shumë s'kena çfarë i kena me ecë, në çfarë drejtim edhe dumi me zhvillu. Çato masa që i folën vetë që në tash këtu me grafikisht dhe me fotot paraqitne. Kjo djathas për juve është rënë paraqajtur dhe shirita të veçantë për transportin publik, që në Prishtinë kanë ndryshtu pak a shumë, se kërkush si ka respektu. Domethënë nuk i ka respektu, nuk ka pas masa këtu ndërshkuese ose për zbatim. Ka pas tentativa, po nuk kam rezultu të suksesshme. Strategji tjetër është strategjia për këmbësorët. Komuna Prishtinës e ka shëndru sheshin Nana Terezë në zonë për këmbësorët, plani mobilitetit e parasheh arsyeja pse o testu edhe kjo një kahorja, një element përcjell se ka pas me shëndru edhe quhet rruga George Bush prej Grand Hotelit deri te udhkryqi katedrales, mo shëndru edhe ajo rrugë për këmbësorë. Me plan mobilitetit parashit që aty me kalu veç transporti publik, domethënë me 20 km/h me lëviz, sikur që kem pa në Zagreb po shkon kalon tramvaji, andej ose në një qytet tjetër, nuk paraqet rrezikshmëri të madhe sikur me pas kalu në automjet privat. E qëllimi jo me u zgjeru kjo qendër, po. Në plan mobilitetit Komunës Prishtinës është edhe strategjia për ciklizëm. Ajo ka, domethënë, strategjia parasheh një rrjet tonë, komuna ka fillu me disa rrugë, po për momentin është ju mundu se ka fillu me rrugë segmentume, e rrugët e segmentume për ciklizëm nuk funksionojnë, se ti e merr bicikletën, aty një pjesë e bën me bicikletë dhe mas nene ndërpret shtegu, kështu që tash në mënyrë shumë intensive e di që drejtoria e pushurimit publike tash janë t'i punu në lidhjet këtu të shtigjeve që me kriju një rrjet të vazhdueshëm. Pjesë e transportit është edhe menaxhimi i trafikut dhe siguria në rrugë. Me plan mobilitet Komunës Prishtinës o paraqo me automjetet rreth shkollave apo shkollave me lëvizje me 20 km/h, që domethënë unë jetoj në bregun e diellit në Prishtinë. Unë kom shku ditën e parë në shkollë, kom shku vetë pa prind, domethënë se çashtu ki mujt me ecë. Sot secili prind i bjen fëmijët në shkollë me kerr. Qëllimi është me kriju një farë sigurie që fëmijët mos me përdor mjet të transportit motorizuar për me shku nëpër shkolla. Me pas kamera, me pas qasje të kufizuar, me pas lëvizje më të ngadalësume. Një qasje tjetër është parkimi, se domethënë nëse dona me dekarbonizu sektorin e transportit, nuk mujmë vish me bo vish shtigjet bicikletave ose vish për këmbësor, duhet disa sene paralel me u zhvillu. Me u zgjidh problem parkimit, me ofru alternativa, nëse s'ka
për tot komuna me se përdor automjetin privat, duhet me ta ofru alternativën e transportit publik, ose alternativën e një shtegut sigur të ciklismit, ose një ambientit sigur që ti mush me ecë. Për ata gjitha këto strategji përfshime. Komuna e Prishtinës, do me thonë, na kem pas punëtori me palë ndryshme të interesit, kem pas disa punëtori. Qysh e thashë edhe ma herët, nuk mundesh mja imponu asnjë qytetari që kjo kam konformat, ja kallzon opcionet, do me thonë skenari ju konë, skenari liberal ju konë po vazhdojmë qysh të qysh është, hallakam, po shumica dërmuese janë përcaktu për skenarin proaktiv që me bon ndryshime. Edhe mandene, masat cilat janë propozu, janë vlerësu në raport me zhvillimet hapësinore, do me thonë me ndikimet që mundu mi pasë pejsanë natyrore në diversitet, ose çfarë rregullime mundën me kriju kompletëndje. Në rastin e Prishtinës një plus që o konë, cilat komunë keni planin mobilitetit? Shkësora di që ka po? Prishtina postë. Po, se jo, ai grupi tjetër kam pas besoj më shumë, se di që dhe Gizi ka asistu në disa plane të mobilitetit. Peja ka pas më ajo që ta nuk e di sa është. Në skema se kemë në vend me bodë do të hiç. Ka pas, po i ka skaduar po, ta do të bëni s'është marrë. Po ne hap qeveria. Se kompania që ka punu plane mobilitetit për komunën e Prishtinës ka dizajnu edhe do me thonë komplet përmes softvereve kompjuterike, që janë për të vizum për inxhinierat e transportit i kuptojnë këto terme, kanë bu modelin kompjuterik trafikut për komplet komunën. Do me thonë aty janë me rrugë, me krejt dhonat, profilet e rrugëve, edhe ti mundësh nëse ka model trafikut komuna dhe ka një zyrtari cili din me e përdor, se nuk është software, do me thonë që mujnë na, une nuk di me e përdor, që din me përdor, atëre i letëson shumë nëse do me shëndru një rrugë bukahore, nëse do me bloku një rrugë, nëse do me parapon që lagje ka më buni ndërtim i ri, sa automjete kanë marrë, do me thonë është një platforme shumë e mirë që nëse do një me implementu mundeni, Komuna Prishtinës veç e ka. Krejt që të masat që i folëm, të më dhëmë, kur i qasëni planeve të mobilitetit në komunat e juve, ata që i keni në fund dokumenteve, është planit të veprimit, si në çdo plan tjetër strategjik, edhe janë masat e listume. Të më dhëmë, ato masat që i folëm fillimisht që udhëzuesi ju sugjeron, mundeni mi gjetë në plan të mobilitetit. Të më dhëmë, nuk keni nevojë mi shpik nëse e keni planin. Kjo është slajdi i fundit. Vishë kisha pas qef, të më thonë, me ju sqaru që mobiliteti, gjithë ditë ma shumë, nuk jo që po shihet, po ka vërtetohet që është shërbim publik. Të më thonë, qysh është me marrë një certifikat ose në shërbim tjetër në komunë, gjithashtu edhe transporti, mobiliteti është shërbim publik, edhe duhet me trajtu si tillë, edhe si komunë me ofru zgjidhje sa ma të qëndrueshme dhe alternative prej formave që i përdorim sot. Kjo në shtetet tjera, si shembull, jo dekurajus, unë po kam qenë me pas një inspirus, është që për me mujt komunat me ofru këtë shërbim, duhet me pas përkrahje prej nivelit qendror. Do me thonë, gjithmonë edhe në prezantimin me grupin tjetër, e kam marrë shembull Vienën. Në Vjenë, bileta, do me thonë në vitin 2019, bileta e transportit publik për një qytet që Vjena me çfarë standardi ka qenë 365 euro. Do me thonë ti me 1 euro, ti mujt ton ditën, nëse ki ble biletën vjetore, ton ditën me uend në Vjenë me transport publik, edhe shteti ka subvencionu 30%, se u kon politik shtetërore me u dekarbonizu, edhe ka përkrah qytetin, do me thonë nuk ka qofit impruse, por shteti e ka qatë politik. Unë kom bashkëpunu me një Amerikan i cili jeton në Vjenë, edhe ai, do më thonë në bisedë, më tha, mu vjen marrë me zjerkjerin privat në Vjenë, se që ashtu një fakturë që duhet me përdora transportin publike me rujtë ambientin. Ka që kisha? Atëherë, burimet dhe financimi i projekte të energjisë në nivelin komunal ka qenë prezentimi që kemi bërë javën e kaluar me një pjesë tjetër të kolegëve të juaj, se mas janë ndonë në 3 grupe. Edhe sot po ma marrë mendja që mundemi me spaku këtë temë që është temë e madhe, me fillu kështu edhe me pas çka në shtrejnë dhe mendimet e juaja, se kisha pas që mund qenë 2 anshme, në të bashkë të sëdim. Para fuqë se thasë që keni qenë grupi mirë se
kemi qenë shumë interaktiv. Kështu që ajo është sa një mirë. Mas pari për veti, unë qëtash për stash, jam koordinator kombëtar për zhvillimin e programit kompakt në NCC. Po me folj pak ma shumë për atë pjesë edhe në gjatë prezentimit. Po para kësaj pune, kom qenë 11 vjetë shërbyes civil në Ministrinë e Financave, po të hetë si divizionit për bashkëpunim financiar dhe kombëtar, edhe disa pozita tjera, po që ajo është pozita më relevante sa i përket kësaj pune. Edhe tjetra ka qenë që kam qenë në bordë bashkë me Afrimin, tash Afrimin ma gjatë se unë, se që është të pivjen, po unë 2 vjetë të gjysë bashkë këna qenë me Afrimin. Nështë një prej punëve kryesore që është bo me komuna ka qenë që veç që mbo planet komunale të veprimit për masat e eficiencës e energjisë, mirë po jashtë atë planeve komunale dhe kom pas rastin me kështu të disa komunave që e punë online, i kom pas që në fund e kanë një listë të potencialet të projekteve edhe aty listohen vetëm emri i shkollës, emri i rrugëve që duhet të mbo për ndryshim, apo ajo është i piknisje shumë e mirë për me vazhdu me bo një listë më të hollësishme të projekteve që kishë dashur komuna me i financu. Edhe për që atë, desha mi u njëftu se tash për tash kemi listë të projekteve që është në nivel qendror, që si pas planifikimit që ka bo BE-ja vazhdimisht ka qenë që e listë të projekteve të nivelit qendror duhet nesër mas nesër më bodhë në nivelin komunal. Do të përveç projekteve që ishtë në sistem në budget, me qenë një listë të projekteve që detalisht i shpjegon se ku është gjendja atyne. Tash, arsyeja atyne listave është që e mundsojnë ma kollaj financimin e projekteve. Që se kish mu bo një listë, se cila kish me kallzu, jo vetë që është një shkollë që ka kvadraturën, po që e shpjegon çfarë është çështja e punësisë së zgjidhur. Se me Afrimin kemi qenë bashkë në bord kur na kallëzishin në fond të eficiencës që ka ndodhur që komuna ka aplikuar me shkollë për masat e eficiencës, po masi e ka pa që pronësia nuk u kon e rregulluar. Se e kallon dikur viteve të mëdhta, apo me letra së transferu, qysh janë transferu shumë sa me letra. Edhe është dilke që masat smëshë mi realizu masat fondi i eficiencës, që tu sa në mund më evidentu që se ki një listë të projekteve. Dhe më thonë, një e skanon gjendje se qysh është, 2 e bën prioritizimin në bazë të qasaj gjendje apo në bazë të nevojave. Atëherë e mundëson që me bu një lidhje, nëse ki me bu një projekt të ndryqimit në Drenas, Prishtinë dhe disa komuna, e mundëson me rritë vlerën të qati projekti. Edhe e bën më të financueshëm në përgjithësi, se secila kredi, sot kur shkon me marrë dhe bankë komerciale, secila nga ne për nevoja individuale, ti ki shpenzimet manipulative që ti merr për fillimit ajo është për administrim të firmisë. Rrjedhimisht edhe me bankat dhe institucionet financiare ndërkombëtare, rrjedhimisht edhe me donatorët. Nëse kanë me financu projekte të mëdha të infrastrukturore, është ma e lepërdishme nëse e ka një projekt të madh, ndryshe me ato që se kish me pas projekte të ndame apo të copëzume. Dhe për këtë do të flas ma konkretisht. Të na nevojat në përgjithësi në Kosovë për eficiencë të energjisë në studim 2013-ës, ka dhe studime që janë updateu, po dhe ato i referohen prapë studimit të 2013-ës që e ka bo Banka Botnore. Dhe më thënë, 1.4 miliard është investimi total, që llogaritet dhe 160 llogaritet investimi në nivel të ndërtesave edhe në nivel lokal edhe në nivel qendror, do të thonë ndërtesa publike. 1.4 miliard që e përfshin sektorin privat, e përfshin sektorin rezidencial, e përfshin sektorin industrisë, e përfshin transportin, do të thonë që kjo është totali i investimit që do të ndodhë në Kosovë. Financimi mundet me qenë përveç publik, do të me qenë edhe privat. Se një pjesë e madhe e problemit nëse e quajnë problem, ose sfidë, ose intervenim. Në Kosovë, në fakt ka të bëjë me sektorin privat. Prej bizneseve, deri te sektori rezidencial, ajo është privat. Industria është privat. Do të shumica dërmuese është gjatë sektor.
E di që tash është në nivelin e komunave, për juve, ju i keni prioritet investimin në nivel lokal të mirë po. Direktiva e BE-s thot ja nis në nivelin komunal, ja nis pe sektorit publik për sektorin privat. Kur do që vjen me marrë shërbimet, me ardhur me thonë që këta pas kanë bo, shkëm të bëjmë edhe na. Shkolla shkën secili prej fëmijëve. Prandaj edhe ata kishin me transmetu një mesazh, prind kishin me transmetu një mesazh, që kjo ka qenë arsyeja pse prioritizimi edhe prej anës BE-s, edhe prej direktivës ka qenë që njerë filloi investimet në sektorin publik, sepse kjo po kthehet eventualisht në sektorin privat. Shkërbim 1.4 miliardë dhe për kthehet të kursime që është para po Kosova, që ka mund të strahto vines që me arrit që të coqet e kursimeve, apo në asoj është kalkuluar për që? Jo, është kalkulu masat e efeciencës që ka mund është mi ndërmarrë në ekonomi total, si pas studimit të bankës botnore, është fjallë. Edhe së buhalar, së është komplet kjo që është qërtje e inventarizuar totalisht, por studim në rastin tonë, në rastin e Kosovës. Dhe nuk ka një update. Për shembull, në rastet kur kishe me pas agjencinë, se da kishe me shku dhe me janë etiketat dhe ndërtesave, certifikatet dhe ndërtesave, atëherë kishe me pas një sistem që kishe me përditësu, sikur që keni me sistemin për nivel komunal, kishe me bo për këtë ekonomi. Se kjo është për këtë ekonomi. Që kjo është miliard euro du të më përkëthim kurse. Po. E sa përkthehet në kursim, nuk e di, është edhe kursimi e vlerësuar mbrana student, por nuk e... Ja se inë zakrit, se dhe dhe vetë investimet bon me kursim. Po. Edhe me mëri që ato të soqet e kursimin që i ka Kosova dhe me marrëveshjet e kjo të zëpësho. Nëse kemi mëri 1% shkallën në nivel të Kosovës, jem ka dim për çka po flasim me shumë tash. 22% eficiencë. E kemi më të qartë. Sepse ti e din që edhe targetet kur qitën për 2020-ën kur e qitë targeti. Edhe targeti tash që ka më qitë për 2030-ën e që është qitë. Këto këtë kanë me të bazu në basë të sa ki nevoj total me investu në sektor. E kur e vlerëson gulazhin komplet 1.4 miliard, 1% shqipetim sa i bjenë. 14. Kur e vlerëson 2 miliard, kam i ranë 20 miliard. Dhe më thëmë, nëse i bjen 20 miliard, në varet a e bën në nivel komunal, që e ka prana që sa e adreson, apo pjesërisht këtu dhe pjesërisht në ekonomi. Dhe normal që i ka mu adresu edhe në anën publike, edhe private, sepse së mundet të të mbejnjonë së mu adresu. Mundësit përgjithësi të burime të financimit ka mundësi e dini të gjithë që është ma e thjeshtë është legislativisht më konë për i shtetit, po ma e zdëshme është për saj për këtë financimin, sa pasasit financimin. Me burmi janë njësë me qitë ka 1% në vjetë edhe po thëmë që 1.4 miliardës, i dini 14 milion me i marë masa në baza vjetore. Nëse kishë mi bo veç sektori publik. Është obligim ligjore, edhe ligjshku. Po dhe ligjshku që keni mi marë në ekonomi, po se në dy sene. Një është në ekonomi, një është me bo vetë. Po ishte institucionet publike dhe të kanë obligim. Sepse bëj investime, sigurisht që edhe prodhimi energjisë nuk do të kishte nevojë më mëri. Se do të bjenë konsumi. E ajo për me mëri që atë punë është me bo shumë investime për me ra. Edhe normal që investimet kër i bënd të e bënd ku këthimi ma i natë. I bënd mas pari ku këthimi ma i natë, mas e shkëm të i bo ku këthimi pravi natë, po ma pak se sa fillim, dhe dhe që kjo i bjen që i ka shkën mas një kohë të ullë margjina e këthimit. Dhe dhe margjina e këthimit ka më shku vazhdimisht të ullë në eficiencë. Se në 10 vjetë të para, ki masa që mund është me marrë shumë. Ma dhurë është ma pak që mund është me bo kursim, edhe që mund është me bo që atë që pa thënë ju. Që kjo është, faktikisht, mund të jepët si kredipit e ana e komunës, mund të jepët, po të i tash nuk është dhonë, po këtë në masat që i ki në nivel të botës, po të na nuk merën shumica për të në. Edhe
taksa në energji. Tash taksa në energji ka problemin tjetër, se Kosova i ka dikon më shumë sa gjysma e popullatës, harxhon dikon rreth 60% e popullatës, për faturë harxhon më shumë se sa 10% të hyrave mujore. Kur një familje më shumë se sa 10% të hyrave mujore i harxhon në energji, nuk ka fjala vetëm në elektrike, por këtë energji, të kostën totale, atëherë i bjen që ata janë energji pur, që unë bëj bankës botnore edhe bëj terminologjisë ndërkombëtare që kjo është. Domethënë 60% e popullatës tonë janë energji pur, janë të varfër të energjisë. Prandaj me po me janis të energji, taks në energji, i bjen që pita atën që ata që mas pak të imunën në fakt me effort, kështu që kjo problemi i taksës në energji pse s'bohet, ose pse kish më shkaktu një debat politik edhe kish me botë mbledhjen e tyrave shumë më të vështirë. Organizatat të donatorëve dhe institucionet ndërkombëtare i vjen që është alternativa që nëse po do me him borxh, ndoshta ka rast i mirë me him borxh se s'mundeshe me bë as kollaj me çdo, as kollaj me çdo, me çdo 2000 kryesore që mundesh me i pas. As këto mund të paketu në mënyra të ndryshme, po çdo 2000 kryesore që i ki. Domethënë, njëri prej modeleve që është modeli i fundit që vetë deri. Arsyeja pse u bë fundi për mas pari në drejtare është hap drejtarja për financimin në nivelit lokal, është një, direktiva përcakton. 2 është që nëse kishim me shku me financim copa të BE-s për 5 milion, ata i kanë pas në mënyrë fillestare i kanë pas 5 milion BE. 6 milion i ka pas kredi banka botnore. Dhe o ul qeveria bashkë me të dyat dhe ka thonë pse s'pi bojmë bashkë, qesim edhe të qeveria që financim, edhe e bëjmë një mekanizëm rrotullues. Kolegët e ju javën e kaluar më kanë vetë, kanë thonë pse mi kthyna këto, i bjen një si mi pa bo vetë. Arsyeja pse mi kthyna këto është pse është 160. Nëse të qesim dyat bashkë 16 milion, edhe na i shpëndojmë në secilën komunë, qa me bo mas asojna nëse s'ka të ferë. Qysh me arë me thonë si komuna që hajde apet për financojnë në masat tjera të eficiencë. Se po dirë që duhet më mrejt dyqyr 160. Do të thënë që kjo është arsyeja kryesore pse ekziston fondi për arsye që me bo investime më shumë se sa veç një investim fillestar. Se një investim fillestar pa këthim i shkoni mirë, po ashtu që ja kish ngrit kapacitetet e komuna. Se unë personalisht, unë nuk menoj që duhet me shku që shkemi shku 10 vitet e fundit, 12 vitet e fundit. Pe vitit 2010 e kemë ligjin për financim nga huamarja. 4 kredi a janë as janë që i kanë marrë komuna për 12 vjetë. Dikush thot mirë është se s'kan hinë bërgjë. Unë e thëmë keq është, se mirë është që s'hinë në bërgjë Luksemburgu se është zhvillu. Te që ki nevoja të zhvillimit, te që ki nevoja qka shumë të noja të financimit dhe nuk po hinë në bërgjë, i bjen që ka të medalë për i sajna. Do të logjikisht kjo është problem. Dhe për më tepër, kapacitetet duhet më forcu edhe duhet më ngrit. Tash, mekanizmat e financimit, e falem grante, e falem lehtësimin tatimor, kredit direkte janë diçka që nuk është përdorur. Nuk përdor jo vetëm në eficiencë, jo vetëm në energji nga komunat, po se përdor gati thuajse askur. Rastet ku është përdorur për shembull ka qenë trafiku urban kredit direkte në Prishtinë. E ka garantu shteti, po ka qenë kredit direkte. Rishtazi, kemi edhe 2 tjera kredit direkte në eficiencë që janë që kanë ardhur nga Bershi, njëra ka qenë në komunë të Prishtinës, tjetra ka qenë në komunë të Prizrenit. Që to dyat që kanë qenë janë shumë simbolike. 5 milion është njëna, 5 milion është tjetra. Mojnë një mens të dyshuar se totali të në është 10, se bëhet më e rastishme me havon. Financimi rrotullues të fondit e diskutum, shtetet si Maqedonia bojnë linjat e kreditit. Çka i bjen ajo që i japin linjat e kreditit dhe shumicën e investimeve në komuna, ata nuk e bëjnë në ndërtesa, siç përcakton direktiva, ata kanë shkuar se drejt për drejt një thonë komunave linjat e kreditit për sektorin privat. Domethënë tjetër lloj që të na
s'ka asnjë komunë që ka linë të kreditit. Do të thonë as në eficiencë as kudo tjetër. Kontratat ESCO tash lejohen të na, unë kam dëgju për rastin e Gjelanit, që ka tentu me bo një financim tillë, po më duket nuk ka jetë tutje me ndryshim. Po kontratat ESCO keni dëgjuar për to? Ka pak. Kontratat ESCO janë financimi faktikisht i investimit por vjen kompania apo operatori ekonomik i cili bën marrëveshje me entitet shtetënor apo edhe me entitete private në ka raste në përboj dhe e bën financimin totalisht nga fatura e energjisë. Partneritetet publiko-private, unë mendoj që po ashtu dhe kjo është shumë e nënshfrytzuar, po kjo kish mujt ose si ESCO ose kish mujt partneritetet publiko-private ma shumë jo për ndërçim, po ma shumë për menaxhim të ndërtesave. Unë mendoj që edhe për menaxhim të ndërtesave duke përfshirë masat të eficiencës, që aty është hi mas shumë i partneritetit publiko-privat, na jemi aksionar dhe klient tyne. Në një anë jena ulemi, kjo është shumë paradoksale se në për bankët komerciale si je dyat zakonisht, ose të parandalojnë më konë dyat zakonisht. Nëse je aksionar, do më shku të njëjta bankë mas e me lyp, sepse i vjen që me lyp e kushte ma favorizuese edhe s'van me lyp të li. Te institucionet financiare ndërkombëtare, qëto që i përmenda, përjashtimisht KfW-s. KfW-ja edhe Banke Gjermanisë, aja nuk i aksionarët. Tjetër çka është ndërkombëtare ku Sina, EIB-ja. EIB-ja i kena marrëveshje të kornizë me ta, po Sina. Arsyeja pse Sina antar të BE-s. Dëll Anglia, ju kthy kapitali Anglisë, Mbretërisë Bashkuar, ju kthy kapitali punëtor që e konë 20-30 vjetë të punu atë ju mundcu me vazhdu, po punëtor dhe i prej atit nuk pranë, do thëmë. Qaja është një prej bankave që nuk jena aksionar, për ndyshe. EBRD, apo Bershën Shqip, bankë partnore, edhe Council of Europe Development Bank, këtu jena antarë. Dërsa marrëveshje partneriteti kena me Bankën Islamike edhe me Bankën Investive Europiane. Me Bankën Islamike është të me qenë një antari konferencës, pastaj me qenë aty. Për me qenë antari konferencës të shtetë në i pranuar në vend, që është edhe të një kompliket. Po, baka zhvillimore zërmon kanë më shumë kërkesë për financim sa që kanë në ferë. Po zakonisht këta shkojnë me një plan. Shkojnë për Kosovën, i kena dikon 100 milion një plasu në Kosovë. Sepse së budojnë me bo veç me kërkesat. Se qëllon një shtetë që i ka ma të pregaditën, bërgjësi kapacitetet për implementim ma të pregaditën, edhe masani Kosova jetë pagu asë një projekt. E nuk do me thonë që veç pëse i gatshëm me mujtë për pas qasjen financiar. Do të thonë qatë një nivel kështu, që të një këta back of the envelope, një nivel e ka edhe i bjardia, edhe banka. Bërnore për shumë. E ato thënë, paka shumë Kosovë mund në vetë dikon dhe 100 milion lidhon në vetë. 30-40 janë bankat, tjera tona e marrë për tyne, për shumë sektorë privat, dhe tjera mund me qenë projekti bezimerdare, për shumë autostrada, këkuruva që ka qenë, që si projekte të mbaja është zhvillimuar. Ma herët që ka thash, është një pisen që do të thonë të scalable, dhe ditojnë në anglisht, nëse ka kredin, edhe duhet me darë me të vizitu 3 herë ty. EIB-ja për Luxemburgët. Ose që zene EIB-ja që i ka njerëzit këtë. Po dhe pse i ka njerëzit këtë, do të me bo një due diligence. Që e due diligence i bjenë që 350.000 euro i ka kushtu për trafikun urban. Trafiku urban për mjanismi marrë ta 50 e një autobusa, o do është më bo një student. Dhe due diligence i kompanisë. Qka bojna me trafikun urban si kompani? Se ka pas humbje. O kënë kompani që do është, nëse ke shku qashtu me qatë trend, mos me investu kur gjënë të, i do është me shku të e mshelë.
Ishtë është 100 vetë, milion. Kur kënej e ki lukë punën në transport dhe dëvym transportin, publikum organizuar. Kështu që qaj student ka kushtu 350.000. Atë student s'kem pas para me pagu. Qeveria s'ka pas para me pagu. Komuna, po mrena bergjët e kanë gjetë një fund, një trust fundit, apo fundit të mirë besimit. Edhe pejtë ati fundit mirë besimit që e kanë qitë shtetet antare, i kanë da 350.000 euro edhe është pagu kompania, për shemë në rastin e ty në kërësin Matt McDonald, edhe e ka bo analizën. Ka shkuj ka bo analizën e linjave, e ka këshyr sa ka qarkullim, cilat kanë ma shumë profit, cilat s'kanë, sa ishtë desht me majt 40 centin që e kanë qitë dhe 50 centin që e kanë qitë, o dhe është me negociu, se normal që komunës që ka konvenu me i thonë trafiku urban që t'ja u bën ka 20 cent. Po mi thonë komunës po bëne 20 cent. Po që të t'irjat 20 centin tjetër. Kolegja para rëndë se fulli për qatë punë, edhe kalzej për rastin e Vienës, për të 5% që ke. Që më pja kalzej Tallini, në Estoni, 100%. Po Tallini pse e ka 100%, a muni me supozu pse e ka 100%. Do më thonë, të hypën autobus, nuk pagun kur gjë, s'ka, as kartela, as kur gjë, që hypë ku dush, zbret ku dush, në autobus, tramvaj, këtë që i kanë, një të transportit. Vesh një supozim bënë një pse e pas ata. Pse komplet transporti publik është Tallinn. E pagun, jo shteti, qyteti e pagun. E Tallinn. Pse e pagun? Kanë vizitor shumë po. Okej, një më të bukon dotja, dy është kanë kanë edhe vizitor. Arsyeja kryesore është me albu më interesante stonezve me jetu kryet qytet. Pse më interesant? Pse kush vjen aty me më shumë pak dhe tatuhet në pak, tatimi e shkën komunës. Shpërndarja të hyrave nuk është e bu me sikur të 90% e granteve ndohet në për komuna. Po është e bu me rina frimi ka hyra vjetore 100.000, unë kam drejt me menu mirë, i ka 100.000, jatë atër 15%, ti lyp me arba frimi, jo me nejtë drenas, me da frimi. WPIF është një Western Balkans Investment Framework, apo Korniza Investive Balkan Framework, është fillu në vitin 2009. Dhe adensi, çfarë pasojë o fillu? O fillu si pasojë që kanë dhe kanë thonë bankave, Komisioni Evropian i ka thonë pse na ju kena kallëzu juve si banka që na po dojmë me integru Ballkanin Perëndimor. Pse s'po jepni ju kredimi financu projektet? Pa thonë nësë po javim kredimi financu projektet, se s'po ka studimit fizibilitetit, se po na vinë me dy faqe, po thonë që ku kom projektin, a i bojna 5 miliona. Kështu nuk jetë, sa dhe që studimet në të kaluarat që në bu, për që në kësë, o bu për i WPIF-it. Për komuna, po 4 komuna përfituese që në 5 miliona me kjerë për një, studimi o bu për i WPIF-it. Me bankën botore për nivellin qëndror që keni pa Universitetin e Prishtinës që ka po shumë njësën e zëllimin, masë shumë institucionet tjera, Ministria Kulturës, të disa për institucionet që ka po, ka qenë një kredime bankën botore për studimit i zilitetit o bu për i WPIF-it. Edhe Rroturia Gjakovës për më këthy në biomasë o bëpi WPIF. Arsye pëse me qësë 3+1 është që rrugës në Rroturën e Gjakovës janë të dhjek, sa të dhjek kërë W-ja. Edhe o financu, prapse ka po financu me IPA komunale. Dhe më thonë, këta që shkojnë zakonisht me semestr. E ka një gjysë vjetor. Edhe qka i bjenë? E bën lancimin me 22 qershor, e ka para njëftimin. Para njëftimi është për shumë kime kalzu. Emri i projektit kime kalzu me cilën prej bankave do me financu, kime kalzu sa është ka shumë paramasa e investimit që kime bu, jenë një 7 informacionet që kime kalzu. Këtë që mërë një gjithë se është, do më thonë, mas prej njëftimit e ki datën kur kime dërzu, që është me 26. Me të nëmë ti ka me thonë që e bankë, po nëse bëhet studimi fizibilitet, du njemi interesu me financu. Me 30 shtator, kjo është qëtën datat e CV-tit, që shkanë qenë. Me 30 shtator, ata e bojnë spinning par, kjo spinning i vjen që është vlerësimi i par.
teknikisht njerëzit kanë me kapur dhe kanë me qyrë, kanë me thonë, ok, ky ka projekt që i ka përcy këtë qëto, këto 2 faset e para janë, nështë 5 fase është këtë aplikacioni, që do të me qitë informata, edhe i ki, thot të mungojnë 3-4 informacione, ose 5 informacione. Ata këpën mrapa, edhe dush me ripunu, edhe dush me dërgu dhe një herë. Tash këtu, që ke Paris Group që quhet, më lidhen ata financiat dhe thojnë, i kena, si me thonë, 15 milion për studimet fizibilitetet për këtë Balkanin perëndimor, 300.000 ka lyp Kosova për, po themi kështu, rajonin që masi ka s'na Prizrenit, ma gratë për rajonin e Prizrenit, masat e eficiencës, që në bo 7 komuna bashkë, masat e eficiencës ka një, për me bo studimin e fizibilitetit. Se qaj studimin e fizibilitetit, është arsye që nesër masesër me shku ajo që i thojnë zyrtari kreditor për Kosovën, i Bergjit, i Ajdisa, kujna do, me shku mi thonë bordit vetë që ku kena studimin, e ka bo filan kompanije, që kjo është sasia e investimit, ka interesim për e komuna, ka interesim për nivellit qëndroni. Që ky proces, ta mundësën që të dejnë fund me pas me 15 dhëtor, me të aprovu, do të thonë kime shku para mrapa disa herë me ta. Dhe kërejt që kjo, është para pregaditje për financime tjera që kemi pas njësër maseset për i fundeve rajonale. Së të nëse në 10 vitet e ashme, 15 vitet e ashme dikon kimu integru, që ajo është perspektiva e integrimit, atëre Kosova si ka kapacitetet me i lyp fondet, që shkja mi financu qëto dhe nevoja që i kemi. Edhe me mri target, masa në gredhe nështë. Në të kalë, ju e keni, besej që keni dëgju për i kolegëve, për bashkëfinancimin që e kam pas komuna e Vitis, besej, edhe komuna e Prishtinës pjesërisht, edhe disa prej komunave, Lipjani pashtë, me MCC. MCC-ja operon me programe, se është themelu në 2003 nga Kongresi Amerikan, edhe programe aktive ka në ma shumë se 20 vendet botës. 3 agjenci ka, USAID-in e Denecrate, s'kam që kam i spjegu, MCC-ja është që është themelu në 2003, edhe është dhe një agjenci tjetër, ajo është DFC-ja, ata merren ekskluzivisht me sektorin privat. Do të thonë financimet e sektorit privat merren ata. Këta, çka japin për kundër USAID-it që jep kryesisht asistencë teknike, ja të hajde t'ju nimej me prokurim. MCC-ja nuk e lyp akun, MCC-ja lyp me këshyr me diagnostifiku Kosovën, mas pare që është të thënë, raporti diagnostifikimit ekonomik është ajo, edhe ku o fyti ngusht. Të në Kosovë këtë proces e kam bo në vitin 2016-2017, dhe në qatë proces e kam bo që numër 1 problem është furnizimi me energji elektrike, dhe plot probleme tjera në energji elektrike. 2, është raport dhe me thonë që është një analizumë dhe mundet mu gjithë. Constraints analysis që në anglisht. Edhe 2 ka qenë perceptimi i sundimit të ligjit, dhe 3 ka qenë mjedisi. Po mjedisi, kur hin në analizë me lezu e shes që të mjedisi nuk kemi të bëjmë me një ngjarje të veçantë. Po ka probleme që duhesh prejmi më marrë me mbeturinat e minjirave që i kanë lënë këty në herë, për shembull Nartan e ki projektin, plot vene e ki mbi 200 vene janë të identifikuar në Kosovë që kanë qësi probleme, deri te probleme tjera të cilat janë trajtimi i ujrave të zeza, që të gjithat ndikojnë edhe përmirësimi i gjenerimit të energjisë, dhe ajo është mjedisore, nuk ka veç energji, po është mjedisore rastin e Kosovës. Ka pas projekt Threshold, thresholdat quhen threshold apo që i vjen prag, dhe ashtu pse quhet prag është se s'mundet më konë më shumë se $50 milion. Përderisa ajo tjetra mundet më konë që është kompakt, ajo mundet me qenë shumë të ndryshme. Varësisht nga madhësia e shtetit, varësisht nga problemi, varësisht nga nevoja për intervenim, do të thonë këtë që ato e përcime. Edhe kur e kam pas programi Threshold kryesisht është nuk ka shumë projekte kapitale mbrana saj. Do të thonë te rasti jonë ka pas përmirësimin e eficiencës në ngrohtorin e Prishtinës, duke instaluar matësit në sektorin privat dhe rezidencial.
Edhe e kam pas diçka për drejtësi, domethënë kam po sistemin e menaxhimit të landëve. Ajo ka qenë komponent shumë e vogël. Po flasim për 49 milionëve, ajo ka qenë 3 milion dikon. Ndërsa 10 milion ka qenë për vetëm për macat e orës. Masi 10 milion tjera ka qenë për çeto masat që janë marrë edhe në komunë të Lipjanit që përmend Vitise e Prishtinës në ndërtesa edhe që kanë aplikuar njerëzit nëpër Kosovë kudo që kanë aplikuar. Kryesisht intervenimin e dytë kur e bojnë nuk e bojnë replikim sikurse të parën. Çka i vjen që kësaj radhe kur e bojnë këtë dytën kanë vazhdu edhe kanë marrë një listë plot me qeverisë Kosovës. Këtë listë e kanë marrë vitin 2020. E ka qenë listën komplet, ka thonë filterat apo dëni me ndru në Kosovën apo dëni do të thonë ja 70 cene janë kon listat të ndryshme, po ata kanë thonë spohimën filtera se BE apo dëni renovu filterat. Na kanë kallëzu, na kanë thonë me plan që pi bojnë ana. Prandaj na nuk pohim. Edhe çka do të thonë çka i bën? Që sa i listës plot, ta shkojnë ty e eliminu, aty ku ka donator tjerë serioz, shkojnë ty u largu. Dhe në fund kanë ardhur te 4 projekte potenciale. I pari ka qenë diversifikimi i burimeve të energjisë, që ka qenë gazi. I dyti ka qenë mbështetje shërbime mbështetëse për sistemin elektroenergjetik. As dy në anglisht i thonë ancillary services. Për shembull, që kjo rrymë që po është stabile që tash, që stabilitet e blena për shqipis. Deri para 3 vjetëve kemi ble për servis. Kemi marrë për servis, në fakt. As na se kemi ble, as ata dëshërimes në kanë marrë, po s'kam pas qare pa e pagu ata qëtë balancë. Do të thonë, e dini krejt që konsumi i energjisë me furnizimin duhet të më barazu. Në momenti kur zbarazohet është disbalancë. Qëta projekti i dytë të mundu me na pavarësu. Që mos me pas nevojë me ble as në Shqipni, as kudo tjetër. Edhe i treti ka qenë investime në distribucion, se e kena humbjet në distribucion. Po flasë humbjet teknike, jo humbjet tjera që janë, po për humbjet teknike janë më të nalta se sa në distribucione tjera të rajonit. Është jo më e nalta, po për më të naltave në rajon.